Ndoshta ju ka ra rasti edhe besoj që keni dëgju shumë herë që jurist, ekonomist, politolog e doktora ka shumë, edhe ndoshta nuk na duhen ma tepër. Unë mendoj që kjo është gabim, se çdo herë kanë me u dashur, edhe juristë e mirë, edhe ekonomistat, edhe doktorët, edhe gjithë. Po përveç tyne, mendoj që në Kosovë ka ardhur koha për me u zhvillu edhe profesionist të ri në fusha ma specifike, si për shembull në ekologji, në ambient, në agrikulturë, në inxhinieri, edhe në shumë profesione ma specifike, cilat kanë me qenë maset nevojshme, sepse Kosova veç po kërkon me u integru në shumë organizata ndërkombëtare, edhe këto normalisht që kanë standardet e veta, edhe këto standarde plotësohen mas mire, tu pas specialista cilët i dinë edhe i implementojnë këto gjana. Unë mendoj që për këtë çështje është mirë që institucionet relevante me bo një hulumtim edhe me pa se ku ka ma tepër të interesuar, do me thonë për profesione, edhe ku në cilat profesione ka mangësi të kuadrave. Edhe këto profesione ku ka ma pak të interesuar, është mirë të stimulohen, praktikat në bëjën prej ma të ndryshmeve, për shembull ose pagesa semestrave hiqet, ose bëhet më e lehtë për ta që të regjistrohen fakultet në këto drejtime specifike, po gjithsesi edhe shteti do të ketë dorë në këtë punë që të stimulohen ma tepër profesione cilat janë më të pakta për momentin në Kosovë.